ne këtë vit nuk do dalim dhe të protestojmë, nga se dhe nuk kemi kujt i bëjmë protest. Është normal që me pagat që kemi ne, shumë të ri nuk kanë mundësi të krijojnë familje, nuk kanë mundësi. Dhe minimale është ajo që kërkojmë krahas çmimit të energjisë elektrike. Ne si zbashki kemi shumë arsye që edhe këtë vit me 1 maj të dalim në protest, por për arsye se nuk është bërë themelim me institucioneve të Republikës së Kosovës, ne këtë vit nuk do dalim dhe të protestojmë, nga se dhe nuk kemi kujt i bëjmë protest. Nuk është bërë as themelimi i Kuvendit të Kosovës, as i qeverive përkatëse, qeverisë dhe njëjtën kohë as Ministrisë së Arsimit. Andaj edhe për këtë arsye ne urojmë që sa më përpara të bëhet themelimi i institucioneve dhe t'i paraqesim shumë kërkesa dhe ankesa që i kemi ndaj qeverisë dhe përkatësisht nga Ministrisë së Arsimit. Dhe për më tepër se 3 vite që Këshilli Ekonomik Social nuk është funksional dhe nuk ka Këshill Ekonomik Social, që ndoshta jemi i vetmi vend në Evropë që nuk kemi Këshill Ekonomik Social, aty ku merren të gjitha vendimet për punëtorët, që ka një rol të tillë të Këshillit Ekonomik Social, po e luan ish Ministri i Financave, zotri Hekuran Murati, i cili po përcakton pagë minimale përkundër asaj që ekziston komisioni i cili e përcakton dhe e propozon pagën minimale, duke pasur parasysh ngritjen enorme të çmimeve të produkteve elementare për jetesë. Në një afat, nëse vazhdon një trend i tillë, atëherë edhe shkollat e Kosovës shumë shpejt do të mbesin pa mësimdhënës. Kemi një marrëveshje kolektive e panënshkruar mas shumë se 7 vitesh, e cila është alfa dhe omega për punëtorët e sektorit privat Kosovës. Kërkojmë që paga minimale të jetë 600 euro, jo sigur ajo 350 euro që e ka proklamuar qeveria e Kosovës. Kushtet më të mira për punëtorët e sektorit privat, sepse nëse nuk ndërmarrëmi diçka, realisht ne shumë kompani dhe kanë filluar të mbyllen dhe shumë kompani janë duke ndier rrezikun nga mos pasja e punëtorëve adekuat kualifikuar për të festuar. Sigurisht ka për të festuar vetëm qeveritarët dhe parlamentarët, sepse po e shihni që një pagë tonën ata po e marrin për 10 minuta, domthonë po e flasin në drenas merr 200 euro, kurse një deputet i Parlamentit të Kosovës shkon 2 minuta dhe merr 200 euro, domthonë kjo është ajo. Përndryshe ne nuk kemi asnjë arsye, sepse pozita e punëtorëve faktikisht në vitin 2024 na ka nikë 1.160.000 punëtorë, të banë me dije që kjo gjendje është jashtëzakonisht shumë e trisht. Me pagat që i kemi ne nuk mund të mbijetojmë, është normal që me pagat që i kemi ne shumë të ri nuk kanë mundësi të krijojnë familje, nuk kanë mundësi të kenë një shtëpi të vetën dhe synimet gjithherë kërkohen ikja nga ky vend. Arsyeja e protestës është ngritja e çmimit të energjisë elektrike dhe gjitha produkteve varëse që janë në zinxhir. Pra është një inflacion në tërësi që ne e konsiderojmë dhe për këtë arsye ne duhet të kërkojmë ngritje të pagave për arsye se niveli i shportës së konsumatorit ngritet dhe veç ka filluar të ngritet dhe faktikisht ne kemi të drejtën për arsye se ne prodhojmë energjinë elektrike, ndërsa dikush tjetër përfiton prej kësaj energjie. E CBS-a, Korporata Energjetike e Kosovës, e ka çmimin e njëjtë që 6 vite, kurse për korporatën KEDS, në këtë rast KEDS Kesko, është ngritur çmimi, pra na po punojmë për milionat e tyre dhe ne po pretendojmë të punojmë për veten, për një pagë dinjitetshme, e jo për një pagë për mbijetesë, po për jetë të dinjitetshme. Po ne kërkojmë minimalisht ato që është ngrit çmimi i energjisë elektrike, pra 16.1%, kurse ende nuk e kemi bërë të precizuar se sa është inflacioni në nivel të vendit, mirë po besojmë se do të jetë edhe më shumë, për arsye se ne kemi pas shumë çmime që janë ngritur në Kosovë pas paralajmërimit të ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, do të ketë edhe ngritje të bukës, siç është paralajmëruar nga furtorët, dhe në zinxhir do të ketë ngritje edhe më të madhe se sa që është ngritur vetë çmimi i energjisë elektrike, dhe minimale është ajo që kërkojmë krahas çmimit të energjisë elektrike të ngritet edhe paga për gjithë punëtorët në Kosovë.